A nuk është interesante o vëllezër që nga të gjithë obligimet e tjera, midis gjithë obligimeve, vetëm namazi është obliguar në qiell. Pra kur Zoti Xheleshanuhu e ka thirrur Muhammed Mustafan alayhi salatu selam në mbrëmjen e Isras dhe Mirajit, aty është përcaktuar kjo formë e namazit që neve kemi sot. Dhe është obliguar në një formë ndryshe nga mënyra se si janë obliguar obligimet e tjera, pra janë kërkuar obligimet e tjera. Qofse obligimet e tjera pra kanë zbritur në Kur'an, ose ne ka përmendur profeti alayhi salatu selam hadith, pa dyshim edhe namazi ka zbritur në Kur'an. Ama forma, mënyra se si Zoti Xheleshanuhu e mori pranë vetes Muhammed Mustafa alayhi salatu selam dhe përveç atyre bisedave dhe ngjarjeve të bukura që ndodhen midis profetëve, edhe diskutimi që ka bërë me Zotin e gjithësisë Muhammed Mustafa alayhi salatu selam në mbrëmjen e mrekullueshme të Isras dhe të Mirajit, ishte edhe një specifik tjetër që namazi pikërisht u vendos, ky namaz që falim neve sot, u vendos në mbrëmjen e Isras dhe të Mirajit. Filloi me 50 namaze dhe pastaj duke i kërkuar Allahu Xheleshanuhu që më zbutë dhe më lehtësoj umetin, ngelen këto 5 namaze që neve i falim sot.